Parku arkeologjik i Amantias po shkon drejt shkatërimit total. Prej muash te ky park, i cili ndodhet rreth 40 kilometra larg qytetit të Vlorës, po ndodh një masakër arkeologjike. Varret antike të zbuluara përgjatë viteve nga Instituti i Arkeologjisë janë bërë shënjesër e plaçkicëve të thesareve. Varri i Hebreut është dënuar plotësisht, duke shkaktuar një dëm të parikuperueshëm, gjë që ka bërë të pamundur vazhdimin e punës së arkeologëve. Ata shprehen mjaft të indinjuar mbi atë çfarë po ndodh në parkun arkeologjik. Jemi ndeshur që në momentin e parë me gërmime klandestine dhe me shkatërime monumentesh. Fushata e parë jona u bën në muajin korrik të këtij viti dhe u ndeshëm me gërmimet të cilat i kemi raportuar. Tani në muajin tetor erdhëm për të bërë fushatën e dytë gërmimeve dhe shohim që monumenti që ishte objekti punës tonë, që është varri i Çifutit, kështu quhet këtu në vend, kështu njihet, është shkatruar plotësisht, janë bërë gërmime brenda tij dhe janë shkatruar dhe muraturat e tij. Ky është pjesërisht i pariparueshëm sot dhe natyrisht nuk bëhet më fjalë për punë arkeologjike, për punë kërkimore. Zona e parkut arkeologjik sot është në gjendje të mjerueshme. Tabela orientuese të rrëzuara, stadiumi i mbuluar me shkure, objekte të zbuluara të lëna në mëshirë të fatit, skelete dhe qeramika të dëmtuara. Kjo është ajo që ofron ky park sot dhe kësaj pamje i bashkangjitet sinjali SOS.